Sot do të shohim një masakër institucionale, morale, kulturore dhe qytetare. Kemi të bëjmë me godinën e Adisës. Këtu ku është investuar për fasadën, për aparatura, teknologji, me lekët publike të banorëve të qytetarëve. Shikoni se çfarë ka ndodhur këtu. Si në ato filmat horror me zombi dhe kanë shqyrë dunjan dyer dritare. Si ka mundësi që të ndodhin këto gjëra pothuajse ngjitur me komisariatin e policisë Gjirokastër. Nuk është dëgjuar zhurmë, nuk ka ndodhur asgjë këtu, si ka ndodhur këtu. Ka ardhur gjindi këtu brenda, shikoni printera termik, aparatura, dokumenta të cilat mund të kenë dhe informacion sensitiv apo personal. Këtu janë të gjitha lekët publike tuajat, dokumentacioni, aparatura, kasa kompjuterash, tavolina, dollape, mouse, tastiera, kompjuter. Kjo është arkivi, thot këtu. Kush e di se çfarë mund të përbajë arkivi brenda? Çfarë informacionesh sekrete për ju që mund të përdoren kundra jush, mund të falsifikohen, mund të bëhen, nuk i dihet domethënë, e çojmë si hipotezë. Këtu gjithashtu janë thyer dritare, dyer. Shikoni se ç'është bërë. Kanë shqyer dunjan, domethënë nuk kanë fjalë për të përshkruar këtë lloj situacioni. Mungojnë mediat, mungon policia, nuk e dini nëse ka filluar hetim apo jo. Gjirokastra përfundimisht ka rënë. Bashkia e Gjirokastrës ka rënë, policia e shtetit ka rënë. Prokuroria po e poshtë, nuk e dini nëse ka filluar hetim. Në mes të qytetit, në mes të bulevardit të 18 shtatorit në Gjirokastër, në sytë të gjithëve. Emin Kokalari është djali që duan një dorëvite për problemin që kanë ngritur për shqetësimin. Emino, bravo Emin. Janë këto kokalarët që janë kohën për kokpalarët. Ata e kanë bërë. Ose trushplarët gjën janë. Qa kokpalar, trushplar.